Ditën e sotme ka pasur mjaft debate në Big Brother VIP Albania dhe për të folur mbi dinamikat që janë zhvilluar në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mili. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Imran, faleminderit juve. Klevis, ka pasur mjaft debate në Big Brother gjatë ditës së sotme e një ndër to duket se Rogerti vazhdon të jetë problematiku i shtëpisë. Kur i zakonisht unë intervistat e mia nuk më pëlqen të përfshihem emocionalisht, por jemi njerëz të gjitha edhe situatat e tilla të bëjnë që ndonjëherë duhet i komentojmë pak edhe me ndjenjë dhe siç i shohim gjërat. Në debatin sot që ka pasur Rogerti me Gjibon, është përmendur sërish vllai i Gjestit, fatkeqësia që i ka ndodhur familjes të Gjestit. I është njërë pyetja Gjibos ndaj Rogertit që si ka ndodhur e gjithë kjo, sepse unë nuk e kam ndjekur. Mund të ma shpjegosh pak? Gjibo është nxehur normalisht, si çdo kush që mund të ishte në ato momente aty, sepse Rogerti ka cënuar sërish aty ku nuk duhet. Ka të i kalu çdo lloj limiti. Kjo tashmë nuk quhet me një lojë, kjo quhet digjenerim loje, digjenerim çdo gjëje. Personalisht si Klevis, unë e gjykoj Rogertin dhe Rogerti duhet të dali momentalisht nga shtëpia, pas artëzi, pas gjë. Nuk arrit ta kuptoj se për çfarë vazhdon produksioni edhe mban brenda Rogertin. Deri ku do ta tolerojnë dhe deri sa do duroj publiku edhe çdo lloj familje i çdo lloj banori aty brenda. Cënon dhe prek gjëra që nuk janë lojë. Sidomos një situatë e tillë ku të gjithë shqiptarët dhe të gjithë e dinë se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Nuk cënohet dot familja e dikujt që nuk është më tashmë pjesë e asaj loje, nuk mund të cënohet një person që i cili është i afërm i tyre, por gjithsesi nuk ka bëj fare në këtë pjesë, duke kërkuar llogari se çfarë vërtet ka ndodhur. Më vjen vërtet keq, jam prekur shumë sepse kam parë edhe Gjibën i cili e ka përjetuar mjaft keq gjithë këtë debat në vijim. Nuk arrit ta kuptoj ku është produksioni. Kjo video është postuar 3-4 orë pasi ka ndodhur. Pasi njerëzit kanë reaguar në rrjetet sociale dhe faqet dhe mediat e tjera kanë nxjerrë në vijim gjithë këtë bisedë, me te është kujtuar produksioni që ta bëj publike edhe në faqen e tyre zyrtare. A kanë munduar ta fshehin gjithë këtë? Ne e dim që ja dha një mundësi Rogertit, por Rogerti nuk po merr vesh. Edhe të them diçka me aq burime sa kam dëgjuar edhe kam lexuar, më duket se Rogerti është zari i produksionit edhe vepron siç produksioni i kërkon. Në qoftë se kjo është diçka reale, më vjen keq, por kjo është një dështim për këtë edicion. Rogerti është dështim dhe zari dështim i produksionit. E te i kalon mjaft keq çdo gjë aty brenda, se non mjaft keq aty brenda. Rogerti duhet të dali sot. Nuk kërkojnë tolerime, nuk kemi pse presin për primin, produksioni duhet të ngrihet edhe të reagoj momentalisht. Pa kalur asnjë orë më tepër në atë shtëpi. Ky person i është dhënë mjaft kohë televizive, i ka ardhur fundi tashme, nuk tolerohet më, edhe duhet të dali se s'bën. Klevis, në fakt Rogerti ka pasur mjaft debate të ashpra edhe me banorë të tjerë, por duket se të paktën duhet të jetë edhe një vije kuqe në Big Brother VIP Albania, ku s'mund të luhet me tragjedi aq të mëdha, aq më tepër me një tragjedi e cila përfshin dhe një personazh 15 vjeçar, le të themi, që është një tragjedi që është përjetuar pak shumë nga gjithë shqiptarët. Pse vazhdojnë të lejohet të tolerohet Rogerti në tilla tema dhe a mos ndoshta ka ardhur koha që të ketë një standard, le të themi, në Big Brother VIP Albania që nuk është më, po themi, standardi që të luhet me nervin e tjetrit, të paktën po themi që ai të nervozohet atë që ke përballë, sepse në tilla raste ti mund ta shash nga rrobat e shtëpisë dikë që ke përballë dhe të nervozohet, po a mos duhet që të vendosen ca standarde lidhur qoftë me etikën, qoftë me sjelljen, me komunikimin, që të jetë po themi shtëpia pak më
më brenda kornizave etik dhe të pranueshëm për gjithë shikuesit. Kur i problemi qëndron se ata dy brenda formosin një kontratë para se të hyjnë. Kontrata mjaft herë kemi dëgjuar kur është përmendur nga Ledion se çfarë përfshin e çfarë nuk përfshin. Një nga këto janë pikërisht këto tema që preken ditë pas dite nga disa banorë aty brenda. Edhe problemi qëndron, arsyetimi sepse këta nuk e marrin dot një mësim, janë sepse zarfat e zinj tashme janë të pallogaritshëm. Vinë zarfat e zinj të cilët japin disa dënime sikur janë të pavlefshëm fare, ja kanë humbur komplet vlerën zarfit të zi. Mbaj mend për edicionet më të kaluara kur një zarf zi vinte në shtëpi, gjithë ishin të merruar sepse vrisnin mendje se çfarë do ndodhi dhe kush do dali dhe si do dali. Tashme zarfat e zi janë si një lëpirse, si një candy, si një ëmbëlsirë që i jepet dikujt për të favorizuar dhe në thonjza për ta dënuar ata në lojën e tij. Më vjen keq sepse ka rritur në këtë lloj limiti Big Brotheri. Big Brother nuk na ka mësuar në këtë lloj strategji dhe në këtë lloj lojash. Thjesht ne kuptojmë e gjithë kjo që produksioni i këtij viti ka dështuar totalisht. Edhe na japin mjaft troç këtë herë që klikimet vlejnë më shumë se sa njerëzimi, se sa shpirti njerëzor. Më vjen shumë keq. Më fal, po jam përfshirë shumë emocionisht edhe nuk gjej fjalë për të shprehur më ndryshe vetë se sa ta gjykoj këtë Rogetin dhe nuk dua të bie në nivelin e Rogetit dikujt tjetër që të shpreh me fjalë të ashpra. Unë dua të bëj thjesht një pyetje. A ka familje ky Rogeti? A e ndjekin këtë Rogetin se çfarë po bën këto 2 javë në këtë shtëpi? A e ndjekin këtë Rogetin dhe gjithë komentuesit se çfarë komentoi dhe si komentoi Rogetin na jashtë? Pse nuk reagon familja e tij? Gruaja e tij që ndan shtratin me këtë, pse nuk ngrihet ti çoj një mesazh ose të nxjerrë një fjali, të thoj diçka, të reagoj për diçka. Unë habiten se nëse unë isha në atë shtëpi dhe isha një person i tillë, pikërisht familja ime do reagonte domosdoshmë, sepse mbi të gjitha jemi njerëz. Unë e kuptoj që ty brenda mund të ketë presion, unë e kuptoj që ty brenda duhet të bëhen loja, po këto nuk janë lojra. Këto janë gjëra që nuk duhet të prekur. Dhe fajtori më i madh në këtë mes është produksioni, sepse produksioni është ai që i lejon këto gjëra. Në qoftë se vëllai i madh, që e quajmë ne dhe e quajnë ata, do donte të kishte një lojë sa më të pastër, edhe t'i falte publikut atë çfarë publiku kërkon, do duhet të ishte më konkret edhe më i saktë në zgjedhjet edhe në lojrat që ai bën atë shtëpi. Jam shumë kundra komplet kësaj gjëje. Unë personalisht e adhuroj Big Brotherin, e dua Big Brotherin, jemi mësuar me Big Brother, kemi vite që e ndjekim, por jo pikërisht te Big Brother. Ky nuk është Big Brother tashme. Kjo është një xhungull të cilën ne gjithë e përjetojmë këtu jashtë, edhe nuk duam ta shohim dhe në atë televizion pas një kutie. Është skandaloze. Shpresoj që kjo të jetë here e fundit, edhe këtë Prime Rogeti të dënoj se është për të dënuar, edhe shpresoj që familja e Gjestit ta hedhi në gjyq dhe ta ndjeki penalisht të gjithë këtë gjë. Gjithashtu edhe familja e Malit duhet ta ndjeki penalisht që ky njeri dhe familja e tij të kuptojnë vërtet se këto gjëra për një lojë, për pak fam, për pak vëmendje, nuk tolerohen. Klevis, nga ana tjetër, po sot ka pasur, po themi, një lajm të mirë nga Gjesti, i cili ka lënë një periudhë mjaft vështirë, siç ishte humbja e vllait të tij në një moshë aq të re, dhe ka publikuar këngën e parë që pas ndarjes nga jeta të vllait të tij. Po, kur e kam dëgjuar këngën, një këngë shumë emocionuese, të doja të thoja që shife qartazi Gjesti tashme krejt ndryshe na ka dhënë kohë më përpara në këngët e tij, mungon ajo energjia, ajo gëzimi, ato këngët e tija, është një këngë besoj se dedikuar dihet tashme se ku, shumë prekse. Gëzojmë që Gjesti e gjeti fuqinë e tij për të rikthyer sërish në publik dhe në muzikën. Na kishte munguar, të jemi sinqert, jo vetëm mua, por gjithë publikut. Të gjithë e kemi pritur me pa durim të rikthimin e tij. Shpresoj që kjo të jetë tragjedia e fundit që i ka ndodhur Gjesti dhe që këtë jetë të shohë veç lumturi edhe të mundohet t'i japi kurajë sa më shumë vetes dhe ju uroj sukses, fat edhe veç lumturi për Gjestin dhe familjen e Gjestit.
Edhe do doja të lidhja edhe diçka Guri në këtë pjesë. Do ta them troq, sepse më pëlqen ta them idenë time siç e mendoj. Unë mendoj se gjitha kjo që po ndodh konkretisht mund të jetë edhe pak e stisur. E stisur në kuptimin se Gjesti nxjerr këngën sot. Unë me sa di Gjesti vazhdon dhe ka një kontratë me Top Channel pas fitores të tij, siç e kanë gjithë banorët. Nuk e di nëse gaboj, por do ta them si mendim, nëse gaboj, publiku le të më gjykojë dhe të më thojnë se si mund të jetë ky realitet. Unë mendoj se gjitha kjo mund të jetë diçka e stisur, sepse shohim debatin që ndodh në shtëpinë e Big Brotherit. Pas disa orësh, prisnim gjatë këtyre ditëve prisnim me publikimin e Gjestit që të rikthehet në muzikë. Pasi ka ndodhur ky debat, shohim që edhe kënga e Gjestit postohet në rrjetet sociale. Më duket se gjithë kjo mund të jetë pak e stisur në anën e produksionit, për përfitimet e tij edhe nga krau Gjestit, duke ngritur çik buj në Big Brother me bisedimin e Gjestit, ndërkohë që edhe kënga e Gjestit del. Nuk e di se sa rrit ma kuptosh këtë që dua të them. Por Jo, edhe ta kjo kuptoj, është një po ide. thjesht mendoj që nuk besoj që shkohet kaq larg sa qoftë edhe produksioni, qoftë edhe Gjesti të përfitojnë, po themi, nga një situatë kaq e rëndë dhe kaq prekse, sa që ishte vdekja e vllajt vet. Pra unë mendoj më shumë se është Rogerti ai i cili ka gjetur një pikë të dobët të DJ-it në fjalë, dhe siç gjen një pikë të dobët për çdo personazh dhe vazhdon punën e vet. Pra, unë nuk është se jam, sepse më duket po t'ishte realisht e vërtet më duket shumë një skandal i madh është për te asaj që sepse ne po flasim për një dram familjar dhe nuk besoj që nga të gjitha palët mund shkohet, përveç nga Rogerti mund shkohet derisa të përdoret kjo po themi kjo ngjarje për përfitime. E kuptoj. Kjo që do të thosha nuk është se duhet përfshi familjarët ose Gjestin. Unë dua të them që kjo bëhet pjesë në anën e produksionit. Kur mos të bëj çudi se jetojmë në një botë ku nuk ka me mëshirë, nuk ka me vetdish. Kupton, çdo gjë është një klikim, çdo gjë është leku në ditën e sotshme, kështu që mua nuk më bën përshtypje edhe nëse ndodhte diçka e tillë. Por siç të thash, në anë të burimeve dhe atyre që kam dëgjuar, Rogerti në qoftë se është zari i produksionit, kjo mund të jetë kërkuar lehtësisht edhe prej produksionit, që të ngrej çik buj në krau këtej, por nuk e di nëse do ishte pjesë edhe Gjestit, po se besoj, thjesht hodha këtë ide për ta thënë, sepse edhe kjo më ngjan çik si kështu, ose mund të jetë një rastësi. Gjithsesi, ja lëm secili ndoj që të ketë opinionin dhe mendimin e tij. Sepse Rogerti nuk është herë e parë që e përmend këtë, kuptohemi. Po, është herë e dytë, e ka përmendur dhe ditë më përpara, nuk është se është herë e parë. Po. Jo, thjesht e hodha si ide. Jo, absolutisht po. Jo, jam shumë dakord, po thjesht më duket, pra, po tjetë e vërtet kjo i bi që të shkohet shumë larg, dhe s'ma do menja që është të shkohet kaq larg nga të gjitha palët, përveç nga Rogerti. Mua nuk më bën përshtypje. Showbizi shqiptar dhe çdo lloj showbizi kemi dëgjuar dhe kemi parë gjëra me skandaloze. Kështu që nuk është diçka që nuk më bën mua përshtypje nëse ka ndodhur, sepse i kemi parë në shumë vende të botës skandalet e tilla. Pse jo në Shqipëri? Në Shqipërinë tonë të vogël ka ndodhur skandale dhe skandale. Kjo mund të jetë një skandal i radhës, kështu që nuk na bën çudi. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.